A do të paguajnë qytetarët pothuajse 4 miliard euro për autostradat që i ndërton konsorciumi Bechtel-Dhenka dhe a do të kushtoj 1 kilometër autostrad 35 milion euro në vend të 12 milion eurove. A do të paguajnë me para nga huamarrja britanike prej 6 miliard eurove. Informacionet i shpalosi guvernatori i ri i Bankës Popullore Trajko Slavevski në emisionin Biznes 21. 1,3 milijardi je samo nominalna suma, sigurno će biti 3 pati povisoka, po mojite procenki. 3 pати по-високо от 1,3 милиарди евро, sigurno će biti над 5 милиарди евро, дека ќе чини? Mislim дека од она што е моje познавање на реализација на проекти и така натаму, до крајната реализација на проектот цената ќе порасне 2-3 пати. Верувајте ми во тоа. Nga Ministria për Transport e demantuan guvernatorin. Autostrada do të kushtojnë 1,3 miliard euro, sa është e paraparë me marrëveshjen. Slavevski tha se sipas informacioneve të tij, para do të arrijnë këtë vit nga Kredia Britanike, do të përfundojnë për pagesën e faturave të konsorciumit Bechtel-Dhenka. За Бехтел-Дhenka ќе бидат насочени средствата од од каде ќе плаќаме? Тоа не беше споменато во ниедна информација до сега. Од каде ќе плаќаме нивните фактури? Велам, немаме. A budžetet, od ka kjo financirame? Nga Ministria e Financave demantuan guvernatorin, thonë se realizimi këtij projekti është planifikuar që të financohet nga buxheti. Për këtë vit janë projektuar 130 milion euro. Partneriteti strategjik me Mbretërinë e Bashkuar nuk paraqen mbështetje buxhetore, por bëhet fjalë për financim të projekteve. Konsorciumi Bechtel-Dhenka i ndërton autostradat e korridorit 8 dhe 10D për 1,3 miliard euro sa është marrëveshja. Duhet të ndërtoj gjithsej 110 km autostrad. Korridori 8 është në gjatësi prej 68 km me autostrad me 6 korsi, që do të lidh Tetovën me Gostivarin, Kërçovën, Strugën dhe deri në Qafthan. Korridori 10D është 40 km autostrad me 6 korsi dhe lidh Prilepin me Manastirin.